Ka ndërruar jetë në moshën 81 vjeçare mjeshtri Mafi Gajdes, artisti Hekuran Pere. Gajdi e tij është duar trokitur në shumë skena që nga Festivali Folklorik i Gjirokastrës, që ka marrë pjesë në më shumë se 10 edicione, apo 8 festivale ballkanike dhe 3 festivale të Sofrës di Brane, e më pas në shumë turne me ansamblin shtetëror të këngëve dhe valleve në Kosovë, Rumani, Itali, Gjermani apo Maqedoninë e Veriut. Hekuran Pere mbetet padyshim gajdexhiu më i mirë i vendit, madje ai në shumë festivale kombëtare dhe ndërkombëtare ka marrë vlerësime nga kritika dhe është quajtur mbreti i gajdes. Ai tregon se kur ka qenë vetëm 15 vjeç, në fshatin e tyre vinte një cigan me këmbënguljen e tij mësoi zanatin e gajdexhiut. Më vonë, ai do të krijonte këngën Bjeri Gajdes Gajdexhi, këngë që do të merrte për masa të mëdha dhe do të bëjë himn në përdasma e gëzime familjare. Hekuran Pere ka thënë se që të arrish një përsosmëri dhe të korrësh duar trokitje të gjatë, duhet jo vetëm të kesh talent, por edhe shumë punë këmbëngulse, që të jesh gjithmonë në kërkim të motiveve apo melodive të reja. Me Gajden, shpreh ai, ka mbajtur familjen, por edhe ka mbritur 3 djem. Varrimi i Hekuran Peres do të bëhet ditën e shtunë ora 11 në fshatin Dardas të Pogradecit.